Kush është kjo natë? Nata e Kadrit është njëra nga 10 netët e fundit të Ramazanit. Aisha transmeton se profeti ka thënë: kërkojeni natën e Kadrit në netët teke të 10 së fundit të Ramazanit. Disa shenja të natës së Kadrit. Ajo është një natë e qetë, jo e nxehtë dhe as e ftohtë. Xhabir ibn Abdullahu tregon se profeti ka thënë: ajo është një natë e qetë, e shëndritshme, as e nxehtë dhe as e ftohtë. Në agimin e ditës së nesërme, dielli lindi zbehtë, pa vezullimin e zakonshëm. Ubej bin Kabi tregon se profeti ka thënë: në agimin vijues, dielli lind pa rreze, pa vezullimin e zakonshëm. Çfarë bën natën e Kadrit një natë kaq të veçantë? Vlera e natës së Kadrit shpaloset në 4 veçori madhështore. Në të ka zbritur Kurani. Allahu i madhëruar thotë: ne kemi zbritur atë